Oh, më duket shumë i njohur mendimi. Po e shes trupin tim. Por po e bëj këtë gjë vetëm për pak kohë. Do të bëj shpejt disa para dhe pastaj do të bëj gjëra më të mira. Por pastaj ditët kthehen në javë dhe shumë shpejt kalojnë muaj të tërë dhe pa e kuptuar, shumë vite kanë kaluar. Por nuk e se çfarë të bësh apo jo. Jam ulur në vendin tim të zakonshëm në kafe, pikërisht përballë dritares. Dhe ja ku hyn Vanesa, me një ecje krenare, sikur të ketë çliruar botën. Ose ndoshta kështu mendon, sikur zotron gjithçka në botë. Por brenda saj jam i sigurt se fshihet diçka krejt tjetër. Ka disa kohë që e bën këtë punë dhe të jep përshtypjen sikur ka në kontroll gjithçka. Ka diçka ajo vajzë, diçka që më bën të mendoj, ajo nuk dorëzohet kurrë. Mendoj se është mënyra se si po e kafshon brioshin, nuk e di. Po ku e kam parë? Oh, po, javën e kaluar, ndërsa unë po flisja me vajzat. Ajo quhet Vanesa. Dikush i tha se unë jam e krishterë dhe ajo u kthye me një herë, edhe më pa drejtë në sy. Pastaj ajo erdhi drejt meje, më drejtoi gishtin në fytyrë dhe më pyeti me inat. Çfarë mund të dish ti për jetën time? Kështu, i tregova për jetën time. I thash, më parë, edhe unë e shisja trupin, ashtu siç po bën edhe ti. Bëja çdo gjë që burrat më kërkonin dhe më paguanin të bëja. Mendoj se ja të roqja vëmendjen, sepse pranoj të më takonte të nesërmen. Vanesa, përshëndetje, si je? Mirë, mendoj. A do të pish diçka? Një kafe, faleminderit. Shumë mirë. Një kafe të lutem. Dje më the se je nga Amsterdami, apo jo? Pse ke ardhur në Vjenë? Punë. Dikush më tha se është më e lehtë dhe ka më shumë siguri këtu. Ndoshta. Krahasuar me disa vende të tjera, por nuk do ta quajë jetën të sigurt. Pavarësisht të vendit se ku punon. E po paguaj faturat paktën, por prap nuk më besohet që u largova nga. Në fakt, e lash, do me thënë, i drejq. Nuk jam atje dhe tani çdo gjë shkon mirë. Jam e zonja e vetes time dhe nuk i kam borxh askujt asgjë. U largove, a? Po pas ke qenë me shumë fat. Shumë vajza të tjera nuk mund të largohen. Po sa kohë ke që e bën këtë punë, ë? Kam filluar që kur kam qenë 18 vjeçë. Po si u ngatrove në këtë lloj jete? Kisha nevojë për para. Sigurisht, duhet paguaja qeran, edhe ca budallallëqe të tjera. Budallallëqe të tjera? E po më duheshin para për të mosur gjithashtu. Ti e di rutinën. Merr para për drogë, bën drogë, haron gjërat, për shembull, harron të shkosh në punë në orar, një ditë bukur je pushuar dhe qeraja duhet paguar. Duhet paguash, por nuk ke më para. Kështu një mikja ime më ofroi një punë tek dritaret në zonën e dritave të kuqe. Në fillim mendova mos do të shkoj ndërmend. Kjo është shumë e vështirë. Por më kërcënuan se do të më flaknin në rrugë nëse nuk paguaja qeran. Edhe kështu, çdo punë që mund të duket e çmendur dhe marzi, ishte më e mirë se sa të flija në trotuar. Pra, do me thënë, more me qera një dritare? Po, herën e parë, mu duk vetja shumë budallaqe. Hapa perden dhe jashtë ishin ja 20 burra dhe djem që më ngulnin syt. Edhe ja ku isha, pothuajse e zhveshur, me këpucët me takt holl. I mbylla perdet me shpejtësi dhe mendova, çfarë drejqin po bën këtu? Por i thash vetes, po e bëj këtë vetëm për pak kohë. Aq kohë sa do të më duhet fitoj disa para. Pastaj do të largohem. Edhe klienti im i parë nuk ishte dhe aq i keq. I thash se ishte dita ime e parë dhe ai më dha 300 euro. Madje nuk bëm as seks. Çmenduri, ë? U habita, ishte shumë e thjeshtë. Wow, po pas ke qenë me të vërtet me fat. Dhe që nga hera e parë, askush nuk të ka detyruar të bësh diçka që nuk e dashur ta bësh? Oh, gjithçka shkonte mirë. Klientëve u pëlqeja. Edhe një botë e re u hap përpara meje. Vetëm të shije rrobat që mund të blija. Bizhuterit, mahnicet, të gjitha gjërat e tualetit. Dukesha fantastike. Wow, pra të realizuan të gjitha ëndrat, ë? E po, kështu mendoja në atë kohë, por çfarë gjërat ndryshuan?
Një ditë po qëndroja në dritaren time të zakonshme dhe kuptova se gjatë gjithë kësaj kohe i kisha thënë vetes time se ishte vetëm e përkohshme, por 2 vite kishin kaluar, 2 vite të qelbur, dhe unë vazhdoja të bëja të njëjtën gjë. Dhe kjo gjë vërtet të shqetësonte? Jo, mirë më shqetësonte pak, por ma shpifte ideja që më duheshin më shumë para gjatë gjithë kohës, për fatura dhe për të bler gjëra tjera. Vërtet më duheshin. Pastaj po vinin punëtore seksi të reja. Ato dukeshin shumë të bukura dhe bonin punën për më pak para. Kështu që po humbisja klientët. Prandaj kërkoja gjithnjë e më pak, edhe pse punoja gjithnjë e më shumë. Dhe arrija të bëja vetëm paratë e faturave. Prandaj u ika nga Amsterdami. Më mbaruan paratë dhe më nxorën nga apartamenti. Pra përfundova si e pastre. Dhe i fshiesha tutorit tim të tmerrshëm. Kisha frikë se mos më gjente, por kalova kufirin më në fund dhe e dija se gjithçka do të shkonte mirë. E kuptoj. Pra, tani e këtu dhe po kërkon të kesh më shumë punë, ë? Sigurisht, akoma më duhen para apo jo. Borxhet nuk zhduken me një shkop magjik, vetëm pse i ka prej andej. Por edhe sikur të doja të bëja diçka tjetër, çfarë mund bëj? Vetëm këtë gjë di të bëj. Nuk kam as diplom dhe nuk kam bërë as ndonjë kurs. Pastaj, çfarë do të mund të them kur të më pyesin për një përshkrim të përvojës së punës? Rria ndritare, zhveshur, ishte shumë bukur. Vanessa, të gjithë e meritojnë një mundësi për të përmirësuar jetën e tyre. E po, ti e ullur dhe mund të thuash këtë këtu në kafe. Pra nuk më thua cili shef e beson këtë. Ai mund të zgjedh këtë doj, pse do të merrte mundim të më zgjedh mua. Vanessa, e di që mendon se askush nuk dëshiron të të ndihmoj. Ti mendon kështu sepse ndoshta ke qenë e rrethuar nga njerëz egoist gjatë gjithë jetës tënde. Më dëgjoj, nuk janë të gjithë njerëzit ashtu. Unë kam shkuar me burra për para, Klara. Nuk e gënjej dot veten. E di se çfarë jam. Po pra po, kjo është puna që bën. Por ti, Vanessa, je shumë më shumë se sa puna që bën. Unë për vete shoh shumë më tepër tek ty. Ti je një grua e fortë dhe e zgjuar, edhe nëse bota nuk ta thotë që nuk je. Dëgjoj, edhe si kur ta besoja këtë, të tjerët nuk kam për të më parë kështu. Thjesht do të shohin një të përdal. Do të më përbuzin ose do të tallen me mua, ose do të më kërkojnë për veten e tyre. Kjo gjë nuk ka për të ndaluar kurrë. Do të më ndjek si një hije nga pas. Vanessa, ti kurrë nuk do ta harrosh këtë jetë. Dhe ndoshta edhe disa njerëz të tjerë nuk do të lënë që ta harrosh. Por më shikon mua, Vanessa? Apo të shoh gjë me përbuzje? Apo tallem me ty dhe me atë që bën ti, ë? Jo. Por, a të intereson vërtet ajo çfarë bëj unë? Çfarë fiton ti nga gjithë kjo? Dhe po, disa vajza e ndjejnë që unë jam njeriu i parë që ka pasur besim tek ato. Unë dua t'i ndihmoj njerëzit dhe t'i bëjnë të ndihen më mirë për veten e tyre. Dua t'i shoh njerëzit të gjejnë një jetë shumë më të mirë nga sa mund ta kenë menduar. Kjo duket diçka fantastike, por si mund ta bësh një gjë të tillë për mua? Si mund ta bëj dikush për mua një gjë të tillë? E po dëgjoj, si fillim, le të shohim se çfarë po të mundon ty më shumë pikërisht në këto momente. Faturat, asgjë veç faturave. Duket sikur ato më ndjekin pas në çdo kohë. Po shumë mirë atëre, le të fillojmë që aty. Mi sill faturat tek Streja dhe i shohim bashk. Do t'i shohim një nga një dhe do të llogarisim shumën e parave. Po sikur të kem më shumë nga sa mund të fitoj. Nuk dua ta bëj këtë gjithë jetën, por Po, ke shumë të drejtë. Pra dëgjoj, le të fillojmë me ndihmën për një trajnim dhe më pas për të gjetur një punë. Një punë ndryshe nga kjo që bën, si thua. Por askush nuk do të më marrë në punë. Po ti nuk e di këtë gjë. Kam kërkuar edhe më parë. Dhe do të mund të përpiqesh përsëri, por po ta them që në fillim nuk do të jetë e lehtë. Ndonjëherë edhe mund të dëshirosh të kthehesh përsëri te kjo jetë, edhe sikur ta urresh atë. Kjo punë që bën do të tërheq të kthehesh përsëri, sidomos kur ti je e uritur dhe e lodhur. Do të dëshirosh t'i kesh ato paratë shpejta në dorë. Një punë tjetër nuk do të jetë kaq e shpejtë me paratë, do të duhet kohë. Por e di se mund ta bësh. Nëse vërtet dëshiron ta bësh, Vanessa, nëse ke energji dhe guxim, mund ta realizosh këtë gjë. Gjithçka tingëllon bukur me fjalë. Por kur të më mbarojnë paratë siç the ti, ku do të jesh ti? A do të më blesh përsëri kafe dhe briosh? Sa kafe dhe briosh të duash? Do të jem këtu me ty dhe jo vetëm unë,
Por ka edhe gra të tjera në strej që janë gati të të ndihmojnë me çfarë munden. Por ato as një njohin fare. Veç kësaj se cila ka problemet e saj. Përse do të më ndihmojnë? Çfarë fitimi kanë ato? Shumë gjëra njësoj si edhe unë. Kanë kaluar kohë vërtet të vështira në jetën e tyre. Dhe tani kujdesen shumë për çdo njeri që kalon kohë të vështira. Ato gjithashtu e dinë se çdo të thotë jesh këtu ku je ti. E kanë provuar vetë. Perëndia ka zbutur zemrat e tyre. Perëndia? Po të merakose i vërtet Perëndia, unë nuk do t'isha në këtë rrëmuj të qelbur. Ai nuk do ta linte të më ndodhte kjo kurrë. Po, Perëndia është vërtet aty. Dhe po, Perëndia vërtet merakoset, madje më shumë se sa unë. Por unë shqetësohem për vendimet e tua dhe pasojat e tyre. Ti mund të zgjedhësh të bësh para të shpejta duke punuar në rrugë, ose mund të zgjedhësh një punë të re që dal nga dal të paguash të gjitha faturat. Ndoshta do të bësh disa gabime të mëdha gjatë kohës që mendon për këtë. Unë nuk do të detyroj të bësh asnjë gjë që nuk dëshiron të bësh. Dhe as Perëndia nuk do të detyroj. Unë jam këtu. Do të të pres, derisa ti t'jesh gati për një ndryshim. Kur të duash ndihmë për faturat, apo për të gjetur familjen, apo ndoshta thjesht nëse dëshiron që dikush të blej kafen dhe të dëgjojë për gjërat që të shqetësojnë, çfarëdo qoftë, unë jam këtu, Vanessa. Nuk jam e sigurt nëse do vërtet të dëgjosh të gjitha gjërat e mia. Vërtet dua, dhe e di se edhe Perëndia dëshiron ta bëj këtë gjë. Nuk do të hyj në kish me ty e ti tregoj Prifti se sa gjë e keqe është të bësh masazh erotik. Jo, thash Perëndia, jo Prifti. Nuk e nevojë për një njeri që t'i flas Perëndis, Vanessa. Ti mund të flasësh vetë me Perëndin. Prifti do t'ishte më mirë. Priftërinjt kanë bërë çdo gjë mirë dhe dinë se si të flasin me Zotin. Jo, nuk kanë bërë çdo gjë mirë. Askush nuk mund të bëjë çdo gjë mirë. Sigurisht, jeta është ndryshe nga jeta e një prifti. Por kjo nuk ka rëndësi për Perëndin. Ai ishte më thellë se sa njerëzit. Ai ishte brenda nesh. Të gjithë kanë bërë gjëra të gabuara. Kur shohim thellë, të gjithë jemi egoist dhe të këqinj, dhe jo të pastër, pavarësisht punës që bën në dritare apo në kish. Edhe ti? Po ti je këtu, edhe po më ndihmon mua. Kjo mund të vlej diçka apo jo? Po, edhe unë. Ende më kthehen në mendje disa nga gjërat që bëja për para dhe gjërat që burrat më bënin. Ato Vanessa nuk mund të fshihen. Dhe sa do të tmerrshme që janë ato kujtime, ndonjëherë kur nuk kam shumë para, dëshiroj që t'i kthehem përsëri asaj jete, thjesht për disa para të shpejta. Por çfarë të mban larg kësaj pune atëherë? Përse nuk kthehesh? Sepse unë e di se vlej më shumë se kaq. Dhe nëse gërmon thellë, Vanessa, ti e di se edhe ti vlen. Pavarësisht se çfarë të kanë thënë të tjerët, ti e di se mund të jesh diçka dhe se mund të bësh gjëra të mëdha. Nuk e di, Klara. Jepi pak kohë vetes. Do ta dish. Kur të gjitha kafet dhe brioshët të mos jenë më dhe ti të mendosh të kthehesh përsëri, unë dua të mendosh se sa e çmuar je për mua, edhe për Perëndin, ashtu si dhe për shumë njerëz të tjerë që akoma nuk i ke takuar. Dhe mendo se si do t'ishte jeta sikur të më besoje mua dhe Perëndis, edhe të tjerëve. Mendo se ç'të mira vijnë prej kësaj. Ndoshta ja vlen të rrezikosh, ha? Sepse ti je një thesar, Vanessa, një margaritar vezullues, me kaq shumë vlerë sa askush nuk mund të paguaj. Në historinë tonë të ardhshme, do të takojmë Emilin. Ajo zbuloi se mamaja e saj e vërtet, që e kishte dhënë për adoptim, ishte shfrytzuar për qëllime seksuale. Ky lajm u bë një peshë e rëndë për zemrën e saj. Por do të mësojmë se si Emilia e ktheu këtë peshë në diçka pozitive. Ky program është prodhuar nga Thesaret të Fshehura, një projekt i Trans World Radio, shpresë për ty. Të gjitha këto episode janë menduar për përdorim personal dhe privat të dëgjuesit. Episodet Thesaret të Fshehura nuk mund të kopjohen ose të rishpërndahen në ndonjë mënyrë tjetër pa një leje të shkruar. Për të marrë leje për ta përdorur këtë program për organizatën tuaj, ju lutem na shkruani në hidden treasures@
twr.org. Edhe njerë kontakti i emailit është hiddentreasures@twr.org. Faleminderit. Mos u shqetësoni për asgjë, por në çdo gjë ja parashtroni kërkesat tuaja Perëndis, me anë lutjesh dhe përgjërimesh, me falënderim. Perëndia dëshiron që ju ta thërrisni atë në çdo pjesë të jetës suaj. Nëse ndiheni shumë mirë, ose nëse ndiheni të zemëruar apo të stresuar, ai dëshiron që ju të flisni me të. Ashtu siç mund të flisni me një mik të mirë. Kur zemra juaj është e thyer dhe nuk mund të ngjeni ngushëllim, gjithmonë, në çdo kohë, ju mund të kërkoni Perëndin. Mund t'i tregoni çdo gjë atij. Ki mëshirë për mua, Perëndi, sipas mirësisë sate. Më pastro tërësisht nga paudhësia ime dhe më pastro nga mëkati im. Dhe Perëndia thot, ai do të më kërkoj dhe unë do t'i përgjigjem. Do të jem me të në fatkeqësi, do ta çliroj dhe do ta përlëvdoj. Kërkom ditën e fatkeqësisë, e unë do të çliroj dhe ti do të më lëvdosh. Perëndia që krijoi tokën, kafshët, gratë, çdo gjë, dëgjon lutjet tuaja. Sa herë që luteni, ai e di saktësisht se për çfarë keni nevojë. Ai dëshiron të siguroj për ju. Ai dëshiron t'ju forcoj dhe t'ju jap paqe. Dhe do të ndodhë që, para se të më kërkojnë, unë do të përgjigjem. Lypni dhe do t'ju jepet. Kërkoni dhe do të gjeni. Trokitni dhe do t'ju çelet. Do t'i kërkoj ndihmë Perëndis dhe Zoti do të më shpëtoj. Në mbrëmje, në mëngjes dhe në mesditë, do të ankohem dhe do të rënkoj, dhe ai do të dëgjoj zërin tim. Perëndia na thot që të hetojmë zemrën tonë për të parë nëse po i bindemi atij. Donjëherë mosbindja jon mund të bëhet një pengesë midis nesh dhe Perëndis. Ai dëgjon lutjet tona, por gjithashtu edhe na paralajmëron. Ja, dora e Zotit nuk është tepër e shkurtër për të shpëtuar. As veshji i tij nuk është tepër i rënduar për të dëgjuar. Por paudhësitë tuaja kanë shkaktuar një ndarje midis jush dhe Perëndis tuaj. Dhe mëkatet tuaja kanë bërë të fshihet fytyra e tij prej jush, që të mos ju dëgjoj më.